Detajet të reja janë zbardhur nga vrasja e kuzhinjerit nga kolegu i tij pjecier në lokalin në komunën e Parisit, në pamjet e kthyer nga grupi hetimor, të fiksuara nga kamerat e sigurisë, rezulton se viktima në debate sipër shfaqet duke hapur frigoriferin dhe merr kutinë e proshutës, dhe në atë moment, pasi autori dëgjon fjalët e rënda ndaj tij, merr thikën dhe godet 3 herë, një herë në qafë dhe 2 herë në bark. Në deklarimet e tij, 43 vjeçari ka thënë se është ndier i ofenduar nga i prori i tij krye kuzhinier, pasi e ka sharë me fjalë të rënda banale në sy të të gjithëve. Konflikti ishte i qasit për shkak të debateve në punë. Jam ndier i ngacmuar gjithkohës dhe nuk duroja dot. Kishim debatet vazhdueshme për punën, por edhe më ngacmonte. Viktima më tha: "Mos merrni këtë proshutë që është në frigorifer. Merrni proshutë të re." Ai shkoi të merrte proshutën e re dhe aty u zum. Burime nga policia shpjegojnë se Filip Sheu kishte rreth 3 muaj që punonte si picier në restorant, ndërsa ishte vartës i krye kuzhinierit Indrit Ismail Llari. Ky i fundit prej 5 vitesh punonte aty dhe për stafin ishte krye kuzhinier. E gjithë skena e krimit mendohet të ketë ndodhur në harkun kohor të 1 minute. Vetë policia shpjegon se autori rezulton me precedent të mëparshëm penal për mbajtje pa leje të armëve të ftohta. I ftuar në MCN, eksperti i sigurisë Faik Basha u shpreh se tre ngjarjet brenda 3 orëve tregojnë mungesë të monitorimit institucional. 2 nga ngjarjet, ajo e Beratit dhe kjo e Tiranës, kemi të bëjmë me recidivist. Pra, të 2 autorët janë përsëritës të veprave penale. Problemi është tek mbledhja e informacionit dhe analizimi i gjithë atyre të cilët kryejnë shërbime. Pra, ne duhet të shkojmë në atë pikë sa nëse dyshojmë që personat të cilët kryejnë shërbime në zonat të caktuara, siç janë edhe zonat që kanë një fluks të lartë të turizmit të brendshëm dhe të jashtëm, duhet të jenë persona të mirë skeduar. Pra, nuk mundet të lësh persona të cilët kanë këtë lloj shkuare, kryejnë një aktivitet pa marrë në spaku masat mbrojtëse. Duhet të marrim referencat e qytetarëve dhe turistëve. Pra, sjellja e tyre është ka sjellje agresive, nuk ka sjellje agresive. Eksperti i sigurisë Faik Basha u ndal veçanërisht te rasti i Beratit, duke thënë se kishte qenë vetë dëshmitar i sjelljes autori gjatë fundjavës. Sipas Bashës, ai kishte një sjellje arrogante dhe provokuese me vizitorët, sidomos me turistët.